Gati sa herë që shfryzojnë tualetin, kosovarët janë të kujdesshëm në pastrimin e duarve. Kështu veprojnë edhe para se të hanë ushqim. E këtë shprehje kanë vërejtur edhe pronarët e lokaleve hoteliere. Shumë të kur kemi mungesë të letrës tualetit ose të shamponit, vinë, kërkojnë shamponin, letrat edhe në basë asaj na e kina vrejtë se shumica, mund me thonë dikon 90% e klientëve që vinë me dreku këtos shkojnë i pastrojnë durët. Popull me higjenë të lartë të duarve, kosovarët i konsiderojnë edhe dy organizata ndërkombëtare. Gallup International dhe WIN në bazë të një hulumtimi të bërë e kanë radhitur Kosovën si të dytën në Evropë për nga pastërtia e duarve. Edhe vetë kosovarët thonë se janë të kujdesshëm në larjen e duarve. Mbi 20 herë në ditë. 20 herë në ditë? Minimum. S'po thëmë, nuk i kam numëruve çka të preku ore qast i loj. Po më pëlqen fakti që kosovarët kanë dalë në vendin e dytë në Evropë për nga pastërtia e durve, besoj që edhe i lojmë. E dikush mendon që praktikimi i fesë muslimane të popullata shumicës që parasheh abdestet e shpeshta ndikon në këtë nivel të pastërtisë. Pastërtia është armë e muslimanit, edhe kjo është pravo me vend, më nga me edhe po, edhe me fipo. Ndërkaq ka edhe nga ata që thonë se shqiptarët e kanë tradit larjen e duarve. Pa të s'ka pas të medikamente si sot sapuna, detergjente e këto, po me gjithatë, po i ka la, me legeni ka qitë, i ka fërkua duart. Sipas këtij hulumtimi, Bosnia-Hercegovina prin si shtet me higjienën më të lartë të duarve në Evropë, me 96% të pastërtisë. E larg këtij niveli janë shtetet e zhvilluara si Holanda, Italia, Spanja e Franca.